Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti ka deklaruar hapur se nuk ka asnjë ambicie për të marrë drejtimin e partisë apo për t'u bërë kryeministër në hije. Gjatë një interviste televizive ai sqaroi se synimi i tij i vetëm politik mbetet drejtimi i Bashkisë së Tiranës, duke konfirmuar kështu fokusin tek zgjedhjet lokale të vitit 2027 nën siklën e PD-s. Ali Mehmeti theksoi se gara për kryetar partie kërkon një shtrirje territoriale shumë më të gjerë dhe një tjetër lloj ambicie, të cilën ai nuk e ka, duke shtuar se në parti ka figura të tjera më të avancuara për këtë rol. Sa i përket zgjedhjeve të brendshme të 23 majit, ku Sali Berisha garoni vetëm, ai u shpreh se ky proces shihet thjesht si një rikonfirmim i kryetarit aktual, ndonse pranoi se një garë me më shumë rival do të ishte gjithmonë më interesante. Këshilltari Bashkiaku distancua prerazi nga diskursi dhe modeli politik i ndjekur nga ish deputeti Ervin Saliani. Ali Mehmeti sqaroi se mos kandidimi i Salianit erdhi si pasojë e mos plotësimit të kritereve nga komisioni, por mbi të gjitha ai kritikoi qasjen individuale dhe agresive të ish deputetit. Sipas tij, shpërsimi i toneve nuk është një element pozitiv në politik dhe ai nuk e mbështet dot një arsyetim të tillë, pasi garat brenda partisë duhet të bëhen me platforma dhe në ekip, tha Ali Mehmeti. Ai shtoi se pretendimi i Salianit për të qenë kryetar mbetet çështje personale, pasi sondazhet nuk e tregojnë një mbështetje të tillë nga anëtarësia.